A qesh Xhebraili, paqja qoftë mbi të. Profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, e ka pyetur Xhebrailin: "A qesh Xhebraili?" Xhebraili i tha: "Po." Profeti i tha: "Kur?" Xhebraili i tha: "Kur lind njeriu e deri në vdekje dhe ai kërkon diçka që nuk është e krijuar në dynja." Profeti u habit dhe i tha: "Cila është kjo gjë të cilën e kërkon njeriu dhe që nuk është krijuar në dynja?" Xhebraili i tha: "Rehatia, sepse Allahu nuk e ka krijuar rehatin në dynja, por e ka krijuar në ahiret. Për këtë, njeriu e kërkon gjithmonë rehatin. Fëmia thot se kur do të rritem, i riu thot as si kur të kthehem përsëri fëmijë. I moshuari thot as si kur të kthehet rinia përsëri. E martuara thot as si kur të kthehen beqare. Beqarja uron të martohet. Ai që nuk ka fëmijë thot as si kur të kisha fëmijë. Ai që ka fëmijë dhe mërzitet prej tyre thot as si kur të mos kisha lindur fëmijë. Ai që është martuar me një grua don të martohet me të tjera në kërkim të rehatis. Të gjithë e kërkojnë rehatin, por në këtë dynja rehatia nuk gjendet. Ne duhet të kënaqemi me atë që na ka caktuar Allahu dhe ta falenderojmë atë për këtë caktim. Duhet ta dim se rehatia jon gjendet në adhurimin e Allahut dhe në bindje ndaj tij, me qëllim që të jemi të rehatuar në jetën tjetër, ahiret.